Përshëndetje nga Pjetarive dhe. Atëherë sot do bëjmë kontroll tek këto dy koloni këtu në gjithë. Po shohim një këtë, pastaj do shohim tjetrën. I shohim si është gjendja, si është në pjellje, si është në ushqimi. Sepse ka diku tek 15 ditë që unë si kam kontrollu fare bletët. Edhe sot po i bëj një kontroll për fundit. I shohim që si ju duhet t'i ushqejmë apo t'ju bëjmë diçka tjetër, sepse ka 15 ditë që unë as si kam kontrollu, në fakt as nuk i kam ushqy, i kam lënë ta shohim se si do ecin vetë. Sepse për momentin ka tullot këtu tek unë, është rigoni i egër, është duhani i egër që i thoni dhe disa për është duhani i egër që sjell polen, edhe rigoni i egër që sjell goxha prurje, nektarja. Dhe shohim tani se si është gjendja e kolonisë. Si shihet e ka salu me propolisi, nuk po hapet kosherja. Herën e fundit kësaj që jo pata thënë që kanë vazhdu të i bon ngushtimet, si shihet ja kanë vendos të mbulesën, kanë vendos dhe polisterol mësore, ndërsa tek bleta tjetër që është në gjithë nuk i kanë vendos asnjë gjë dhe ja vendosim sot. Si shihet e kanë bën me propolis, e kanë salu. Me sa shoh këtu te korniza e fundit nuk ka bletë. Jemi te korniza e parë. Korniza e parë si shihet me një krah është me mjanë vulosur, nga mbrapa ka pak mjanë vulosur, por është poshtë. Por ka kjo pjesa që është me mjanë vulosur është mirë. Shohim një kornizë tjetër. Kjo është korniza e dytë. Korniza e dytë është dhe me mjanë vulosur dhe me mizë, edhe nga ana tjetër është mirë. Sepse tani duhet është momenti i fundit që mund t'i bëni një kontroll bletëve dhe mund t'i ushqeni. Dikush i ushqen me shirup, dikush me ju vendos bukë, por shirup tani që temperatura do vazhdojnë bie natën. Poshtë 10 gradë nuk bën që t'i japësh shirup, sepse shërupin ato mund ta marrin edhe depozitojnë. Por nëse temperaturat nuk janë të përshtatshme, nuk arrin dot që ta thajnë, edhe brenda në koshere pastaj do keni shumë lagështirë dhe me bletët do keni problem me stomakun, sepse ai shërupi që mund ta depozitojnë, në moment që nuk arrin ta thajnë dhe ta vulosin, ai mund të prishet. E pastaj do keni problem me nozemën. Kështu që nëse i jepni tani sa është akoma pak temperaturat ngrohta, jemi mirë. Nëse si jepni tani, në vonë do jetë problem. Tu është korniza e dytë. Mashallah. Shkojnë si është me pjellje. Sot jemi me 4 tetor, apo me 5, mos ka bëj. Mashallah. Shkojnë si është me pjellje. Tu do dali prapë një super gjenerat e re, apo si i thoni ju. Mashallah, këtu është korniza e dytë, që është me pjellje. Nga krahu tjetër përsëri është me pjellje, nuk e di sa duket sepse është dhe pak hije kjo pjesa ku jam këtu. Shoh dhe bletë që kanë sjell polen plot. Nuk e di se sa mund duken, janë me polen. Shkojnë çfarë pjellje kanë. Kemi dy korniza me pjellje vulosur. Kjo është korniza e tretë. Edhe korniza e tretë është me pjellje. Nuk pash nëse ka pjellje ditore, po pjellje ditore paska. Këtu është mbretëresha e pashënuar. Mjafton që shohim pjellje ditore, por mirë është që t'i shënojmë mbretëreshat, sepse nganjëherë edhe kjo është mbretëresha me pash. Mbretëresha është këtu. Okej, këtu ka më shumë pjellje ditore, kështu që mos ta lejmë jashtë. Dhe pse temperaturat nuk janë dash të ftofta, por në moment që temperaturat bien poshtë 15 gradë, 16 gradë, nuk duhet të hapet bleta ta kontrolloni. Nuk ke arsye me hap, vetëm që se kena një arsye që di shumë për t'i shka, po prapë në këto temperatura nuk mundesh me hap. Sepse ftofet dhe pjellja dhe është problem.
Kemi 3 korniza në pjellje. Kjo është korniza e 4. Kjo si shihet është full me polen. Kjo është në ushqim. Kemi 3 korniza shumë të mira me pjellje, ndërsa tjerat I kemi me ushqim. Mashallah, edhe kjo është super. Kornizë super e mirë, me ushqim është e mbushme shumë mirë dhe imagjino pa e ushqy 15 ditë fort. E shohim dhe këtë të fundit. Mashallah, dhe e fundit është në ushqim plot. Kjo është mirë në ushqim, edhe pse mund t'i japim dhe pak. Mashallah, korniza është shumë e mirë. Ka ushqim. Unë bëj diçka se unë nuk është se I ushqej në atë mënyrë siç I gjej shumica në thonë ushqej, mbushi, unë nuk I ushqej në atë mënyrë. Unë le dhe mbletën t'ja dali dhe vetë. Jo vetëm mësoja hidhi ushqim gjatë gjithë kohës. Se janë shumë letarë të ri që e bëjnë të gabimin, e mbysin me shërbet dhe nuk ka ku të bëj edhe pjellje. Unë nuk I ushqej në atë mënyrë si që I bëjnë shumica. Unë mund të ushqej në moment që e shoh se e ka të nevojshme. Nëse se ka të nevojshme, për jashtë është koha është shumë e mirë. Lule ka sa të duhesh. Është kot që ta ushqej, unë dalë të punoje. Kjo mund të duket e çuditshme pak, por kështu funksionon këtu tek unë. Kështu ua kam lënë unë. Nuk rri duke I ushqy plot. Se po ta ushqeja gjithë kohën, kjo korniza do ishte plot. Dhe pse këtë kornizën dhe mund t'ja hiqja, por nuk do ja hiq sepse është me mjalti vullosur komplet kjo dhe gjithë kjo pjellja që do dalë këtu do jetë për këtë kullotën e ardhshme që mund të ketë, do e mbushin plot. Nëse do mundemi t'ja bëjmë përsëri një kontroll herën tjetër, do e shikoni që kjo do jetë në gjendje shumë të mirë. Do ketë ushqim akoma më shumë dhe pse do e ndihmoj pak. Do je jap pak. Kështu që me këtë e mbyllim, kishim 3 korniza me pjellje shumë të mirë. Kishim ushqim tek 4 korniza. 2 këtej dhe 2 këtej ishin shumë. Jo, këtej kishim 3 korniza me ushqim, këtej kishim 2, kishim dhe pjellje. Kështu që I bie kemi 5 korniza me ushqim, jo të mjaftueshme. 3 ishin me pjellje shumë të mira, pjellje shumë e plot. Kështu që kjo është perfekt. Në momentin nuk ka nevojë për asgjë. Për mendimin tim, paktën kështu veprojmë. E mbyllim. Këtë fletoren që po e shikoni këtu, se cila nga kolonitë e mia kanë nga një fletore, mbase për këtë s'ju kam fol. Por duhet ta keni një fletore, një flet që të mbani shënim tek çdo koloni. Çdo bletë mban shënim këtu. Si mbretëreshën e cilit vite është, si çfarë pjelli ka, si çfarë ushqimi ka, se në moment që ti e mbash shënim këtu, okay, e din herën tjetër se çai duhet dhe e di se ç'a do bësh. Ose se çfarë trajtimi ke bër, ose për nozem, kur, çfarë muaj I ke bërë, çfarë I ke bërë këtë vit, çfarë I ka bërë vitin tjetër. Ktu mbajt gjitha shënimet dhe e dim se çka ka kolonia dhe e dim se ç'a do të I bëjmë. Për çfarë po mbyllim këtë vendim komplet kolonia të sepse këtë tjetrës nuk I kanë vendosur as polisterol as mbulesë. Do ja vendosim tani. Shihet e kam marrë këtu, ky është polisterol ose buk peshku, si thoni ju, është 3 cm, 2 cm e pak. Që do ja vendosim. Ndërsa këtu kam edhe nga kjo lecka që më pyesni shpesh herë se me çfarë I mbuloj, kjo nuk është diçka speciale, ja kam thënë shumë herë. Sepse mund të gjesh sa dush edhe për dyqanet se ke vazhdojnë dhe shesin, thotë është shumë e mirë për bletën, mund ta mbulosh, mund t'i bëje mirë, normal që edhe ato mund të bëjnë mirë, por nuk është se I kam bletë, thjesht është një leck. Thjesht jetë dhe pak si tip pambuku që thith lagështirën, edhe thjesht sa me mbajt pak bletën ngrohtë, nuk është diçka speciale. Nuk është se I kam bletë. Po kësaj herën fundit I kam pas lënë një plesmas si për një copë nga një bukë që e kam pas vendosur. Inshallah, si shihet edhe kjo ka goxha koloni.
Që thash sa I kam pas lënë këtë fletë, shpeshherë kur në moment që nuk keni ndonjë letër dhe po t'i lësh një copë nga kjo qesja e bukës që mund t'i keni vendos, nuk I bën problem, edhe kjo e mban pak. Por kjo mund mbaje më shumë lagështirë. Kjo është mbretëresha e vitit 2023. E shohim kornizën e parë. Kornizën e parë e ka plot në ushqim. Si shihet edhe këtej, siç ju thash, ky rigon I egër, se paktën si I them unë këtej nga zona ime, nuk e di si mund ta quani ju. Edhe duhan I egër tani janë në kulm, që ka vazhduar të nxjerrin lule, edhe po sillen edhe polen, edhe po bëjnë një super pjellje. Prandaj është kjo pjellja që patë te korniza tjetër, te kolonia tjetër. Tu jemi tek korniza e dytë. Si shihet dhe korniza e dytë është me ushqim. Këtë e ka mbush me polen. Këtë është me ushqim. Janë super, edhe pse pa I ushqyer 15 ditë fare, që herën e fundit që pata dhënë për nozem, që pata përzirë me shurup atë pilaqin, u pata dhënë edhe s'ju kam vendosur asnjë gjë tjetër. Ja ta shohim çfarë pjellje kemi te kjo. Janë sa du kornizat sepse u bën goxha kopa I hap. Edhe kjo është me ushqim edhe me polen. Te kjo do e shoh pak me kujdes sepse tu mbretreshën ja kam pas prerë krahët dhe mos të më bjerin tokë pa dashje. Si shihet është me ushqim, këtë ja kam mbush më shumë me polen. Si se duket. Shohim kornizën tjetër. Korniza tjetër është me pjellje. Besoj se duket që mos ta afroj edhe njëra atje. Pjellje shumë e mirë. 70% e kornizës është me pjellje. Edhe po shoh shumë bletë reja që po lindin. Mashallah, edhe këtej. Besoj se duket super pjellje kanë. Në tetor, me 4 tetor apo në 5 tetor sa jemi sot. Sepse tani mundem vetëm të djelat që t'i bëjnë kontroll bletët, sepse ditë tjera jam punë. Dielën që kaloj nuk ju bëna kontroll. Mashallah, korniza e dytë edhe këtu e njëjta është me pjellje dhe polen. Mashallah, shumë mirë janë me pjellje dhe me ushqim janë mirë. Dhe pse mund t'ju duhet dhe pak ushqim, duhet ju jap dhe pak ushqim. Por kjo varet dhe nga zona, sepse këtu tek unë punojnë gjatë gjithë dimrit, pothuajse blet. Edhe nuk është problemi që t'japim tani dhe s'do e hapim më ose nuk ka se çfarë merr më. Këtu ka se çfarë jep. Nëse nëpër zona ku bie borësht, ftofti maksimum, normal që ju duhet t'i jepni më përpara ushqim, ta përgatisni që mos merrni më me bletën. Derisa këtu e ke pothuajse gjatë gjithë vitit me pjellje. Këtu është korniza e tretë, ja dhe është dhe mbretresha është në mes. Këtu e kam mbush pjellje, këtu është mbretresha. Shpërën si është. Korniza është full. Edhe nga ana tjetër ka pak pjellje. Dy korniza I kishte shumë mira me pjellje, te kjo ka më pak pjellje, e ka dhe ushqim. Nuk e di se sa duket, sa shkelqen atje, se shumë herë më duket sikur janë bosh kur I shoh video pastaj. Te kjo pas kemi më pak pjellje. Jemi dy korniza të mira me pjellje me 70%, një kornizë pothuajse e mbushur. Ndërsa korniza e tretë më pak. Kjo është e ushqim, mashallah, nga pesha I kanë janë 2 kg sigur. Kështu që edhe kjo ka ushqim mjaftueshëm.
Kjo në bazë të kornizave që unë po i ngrej, e shoh se janë më të rënda se të asaj tjetrës. Ja dhe kjo, nuk e dia duket si shkëlqen, sepse kur i shef kështu, më duket sikur bosh janë kur i shoh videot të i ka vulosur. Kështu që është në shumë mirë dhe kjo më ushqim. Që ka pak më pak pjelli sa e tjetra. Dhe kjo është po thjesht 3 vjeçare si mbretëresh. Ndërsa kjo tjetra është e këtij viti. Dhe siç shihet unë po i postoj gjithave kolonit nga ky krau, sepse nga ky krau këtej rrin dielli më shumë tani edhe rrin më ngrohtë. Që kjo bleta është më po më sillet rreth e rrotull, po nuk po e kombon. Kështu që të mos ta bezdisim, është shumë thjesht e mbyllim, nuk është se kemi diçka për t'i bërë. Pas se javën tjetër, po që se është koha e favorshme, mund t'i vendos nga një shirit me acid oksalik, edhe pastaj kur t'i bëjmë me acid oksalik me sheqer si bëhet radikal apo si që me një satisht i edhe sipër. Tani do i vendos nga polisteroli si që thash nësore, sipër do i mbuloj me këtë leckën edhe s'kan nevojë për asnjë gjë tjetër. Si duket e kam prerë pak më të madhe. Okej, tani është perfekt. Tani do i vendosim edhe një copë nga kjo. E kemi vetën tjetër, por si që shihni kjo, unë nuk i mbuloj komplet pjesën lart. Ja lë 2 cm hapësirë këtu përpara, shpresoj se nuk e dia duket përpara, nuk duket, por dhe 2 cm mbrapa. Kështu që nuk është se ja mbuloj komplet kornizat. I lë gjithmonë hapësirë të ketë dhe para dhe mbrapa. Që edhe ta ajroset apo të vend ndilimin që të ketë. Dhe pse poshtë janë gjitha antivarroa. Ja. Kaq pun kemi. Edhe këtej ajroset, edhe këtej ajroset. Edhe poshtë është në rrjet gjithsesi. Sipër i vendosim kapakun, edhe me kaq e mbyllëm dhe në këtë bletën. Dhe si që thash, ky libri është shumë i rëndësishëm, sepse unë tani që po bëj kontrollin, i shikoj nëse ndonjë blet ka pak ushqim, e shënoj këtu. Kësaj duhet ushqim. Kësaj tjetrës nuk i duhet. Nuk e shënoj asgjë. Por çdo blet që ka një diçka që e shoh se nuk shkon, gjithmonë hapi bllokun edhe ja shënoj këtu, nuk ka nevojë ta hap bletën ta kontrolloj. Sepse nga kontrolli që po i bëj tani, unë mbas se 2-3 javë në vazhdim nuk do e hap me bletën. Kështu që unë e di se si e kam lënë edhe përgatis pak a shumë se si do jetë më për mrapa. I jap ushqim ose i bëj diçka tjetër nëse i nevojitet. Se si thash kësaj, ua thash në fillim se nuk i kam pas vendosur as polisterol as këtë, sepse e kisha shënim këtu, që kjo duhet sigurohet tani. Dhe pse koha është mirë, por kjo pjesa që njëherë po mban kroa e ngrohtë, njëherë po bën e ftohtë, kjo është pak problem për bletën, sidomos tek 2 katshit. Si shihet, unë kam dhe blet me 2 kat, që janë me 14 rrugë. Do i shoh se si do i ngushtoj ose do i bëj në mënyrë kullon. Mbase mund bëj edhe një video te këto, që ta shikoni se si mund t'i bëj në kullon, se janë me 15 rrugë minc. Këto janë goxha të fuqishme, ose do ju bëj ndarjen, por akoma nuk më janë frekonduar ato mbretëresha që unë i kam ndarë. 3 janë frekonduar, 2 tjera jo, që ti ndaj atja heqja kësaj dhe ta vendosja. Gjithsesi, shihemi përsëri në një video tjetër. Ja kaloni mirë nëse keni ndonjë pyetje ose një diçka që mund t'i përgjigjem, ose më shkruani në Instagram Bletari VD ose në Facebook Bletari VD. Ja kaloni mirë.